Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tiron Alilin. Ditën e sotme do ta nisim me një ngjarje, me një dinamik, me një diskutim që në fakt është përhapur në rrjetet sociale si një mundësi për një lidhje, dashurie, moment intim, pëlqyeshmëri apo për një flirt në një koncert që Gjesti ka patur ditë më parë. Tani, me patjetër që unë i kërkoj shumë falje vajzës në fjalë, por nuk ja bër as videon, as fotografin unë viral, do me thënë e bëri vetë momenti në të cilin kjo vajza ishte përfshirë. Në ditët e djeshme, në TikTok është bërë virale një video, do me thënë fansat shqiptarë ndajnë momente të ndryshme nga koncertet e artistëve të pasionuar për këngët e tyre dhe këto momentet fatmirësisht apo fatkeqësisht kapin ca video që marrin një vëmendje shumë të madhe dhe pikërisht do të flas për këtë fotografi, do ju kisha lutur të më shfaqni në ekranin tim. Në rregull, bëhet fjalë për këtë gocën, unë njëherë dua t'i kërkoj falje, Blerina e quajnë, por vetë rrjeti sociale bëri publike këtë fotografinë. Të kam xhan, t'i shkruash një personazhi që ti e ke në zemër, që ti e do në shpirt, nuk është gjë e keqe. Dhe unë nuk e kuptoj pse disa nga portalet apo nga mediat apo qofte edhe në rrjetin social TikTok e kanë quajtur si një flirt. E para njëherë Blerina si një fanse e Gjestit, si një personazh që e ka preferuar në Big Brother, si një njeri që kishte udhëtuar për të qenë në koncert të Gjestit dhe kishte dhënë një pozicion shumë të rëndësishëm që të jetë sa më afër tij, duke vallëzuar, duke u kënaqur, duke e manifestuar atë momentin, është bërë e njohur në rrjetet sociale si një gocë e cila i ngjasonte Xhenetës. E para njëherë Blerina nuk ngjason as sekundi me Xhenetën, nëse jam gabim për këtë gjë, do me thënë është krejt ndryshe nga Xheneta. Ajo nuk është se ka flirtuar me Gjestin, në qoftë se ajo ka kënduar apo është kënaqur me ambientin që Gjesti ka krijuar në koncertin e tij të fundit dhe nuk ka gjë të keqe në qoftë se ti si fanse, ti si personazh i afërt i një personit publik, do me thënë e ndjen veten të afërt në ato momente, e bën një fotografi dhe e shkruan të kam shumë xhan. Me patjetër që Gjestin sot do ta duan shumë goca, me patjetër që për Gjestin sot do të flitet shumë, me patjetër që për Gjestin sot do të klikohet shumë dhe nuk ka gjë të keqe apo nuk duhet të interpretohet si një flirt, një moment kur Gjesti bën fotografi me një fanse, vallëzon më shumë me një fanse apo qoftë i jep vëmendje më shumë një fanses. Po të ishim në detaje, do me thënë po të shikojmë gjërat, Gjesti nuk është se është marrë vetëm me këtë gocën, ka folë me të gjitha, ka vallëzuar me të gjitha, do me thënë ka patur një komunikim ashtu si që Gjesti e ka në këndin e artistit dhe unë nuk do t'a quaja një flirt dhe do kisha dashur që gazetarët të jenë pak më profesionist në momentin kur t'i bëjnë lajmet, sepse goca në fjalë ka shkuar vetëm në një mbrëmje ku është argëtuar me Gjestin. Ka shumë informacione që ka qenë Xheneta, nuk ka qenë Xheneta, nga që shoh nëpër komente që njerëzit i besojnë, bëhet fjalë për këtë gocën e cila ka qenë afër me Binën edhe ka qenë e veshur me të bardha, po me të njëjtat rroba që ka dalë në fotografi, duke u argëtuar dhe duke manifestuar me shoqërinë e saj o vlla thjesht në koncert. Ka qenë për qefin e saj, ka shijuar momentet në një koncert dhe nuk ka asnjë gjë të keqe të gëzosh, të festosh, të kremtosh dhe të shijosh momentin në një koncert me miqtë, me shoqet e tua dhe me njerëzit e tu të afërt. Gjesti dukeshte që ishte zjarr, Gjesti dukeshte që kishte kap kulminacionin të suksesit të tij, sepse edhe Gjesti duke priste në fakt që aq shumë shqiptar do të mblidheshin në këtë festën e organizuar nga Ilirian, nëse nuk jam gabim organizatori, dhe të bëheshin bashkë për të ndjekur Gjestin dhe për ta duar trokitur Gjestin. Do të thënë shumë goca janë të fascionuara pas natyrës së Gjestit, nëse nuk do të ishte vajza në fjalë, më besoni do të ishin goca të tjera, por do të thënë të gjitha lajmet që ju lexoni dhe që i kanë shndruar
sikur kjo goca ka flirtuar me gjestin, sikur kjo goca i ka dhënë dashuri, sikur kjo goca i ka dhënë pasion, i ka dhënë emocion. Të gjitha këto lajmet janë të reme, gjesti koncertet i respekton për koncerte, ne e dim kë gjesti e ka në zemër, ne e dim kë gjesti e ka në shpirt dhe në rregull është gjithçka. Do të thënë, gjërat e tjera janë krejtësisht gjëra që normalisht në një koncert mund të ndodhin, mund të japin adrenalin, emocion dhe gjithçka. Unë e përshëndes këtë gocën, na ke kënaqur, ke vallëzuar, je shkrir fare, sepse fundja fundit për atë punë ke ikur të bësh qef dhe do ju kisha lutur të gjithëve, do me thonë kur të japin lajme, le të mos bëjnë lajme të reme, sepse nuk është e bukur, nuk është njerëzore, nuk është normale që të krijojnë lajme të këtilla vetëm për një klik, shkaku sepse kjo goca ka dashur të bëj qef. Videoja është bërë virale gjithandej duke selektuar këtë gocë të nderuar, por gjithsesi fjala të kam xhan nuk është flirtim, nuk është në një lidhje, është thjesht një emocion shpirtëror që një vajzë mund ta ketë për një djalë në këndin e vllaut, në këndin e shokut, në këndin e mikut, në këndin e një personazhi të famshëm që ajo e njeh. Do të thënë, le të mos bëhemi kaq egoistë, të shikojmë gjërat në nivelin e një lidhje, të shikojmë gjërat në nivelin e një flirtimit, sepse nuk është e bukur. Tani sa goca mund të vrapojnë pas gjestit, sa goca mund të shkojnë për koncerte të gjestit, kjo nuk do të thotë që është një flirt. Ne do të takojmë sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe për lajmet e tjera më të fundit.